Shpopullimi i Shqipërisë dhe repopullimi i saj. Dhe këto ligje kanë shkruar një dorë, Ricardo, dhe këto dy ligje është po një dorë, Ricardo Hausmann, i cili ka detyrën të shpopullojë Shqipërinë dhe ta rikthejë këtë në një koloni të Izraelit. Dhe do ju shpjegoj. Sipas këtij ligji, ti shkon në fshat blen tokë, 2 hektarshin, për antar familje. Dhe ja bler aty ku ta ka dhënë shteti. Ja blen këtyre siç ka ndodhur në fshatet e Tiranës, ke City Park. Kanë bler tokë pa letra. Kanë çu lekë në bankë, që quhet premtim shitje. Dhe do t'i marrësh letrat e sakta, po ti ke marrë lekët, s'ke më punë me këtë tokën, kur të më japi kadastra. Kadastrin kanë po ata, pra vulët i kanë ata. Që vetëm për ata do funksionojë vula, vetëm kur jashtë atyre mund të funksionojë. Po është diku tjetër, kodë ke, s'keni kryer shitje, jeni në konflikt gjithjetër, s'keni përdalit asnjë gjë. Kur e bën ata, zgjidhet çdo problem. Koncepti kush është? Ky është kolonizimi i fshatit. Dhe këtu hyn fuqi për atë që refuzon ligji tjetër, kadastra fiskale. Çfarë thotë? Ti ke tot buksore keti. Do ta rras me taksa. Me taksa, sikur ti ke një rendiment caktuar në tokë. Ti mund mos e punosh dot se je shtetit. S'ke fuqi. Dhe ke me rendiment ulët. Nëse ke mbjell ndonjë gjë, ai do ta rrasë ty me taksa. Vitin e parë, 2, 3, 4, pas do bëhet kapic. Ti s'ke parë me pagu. Futet në dorë i ligj tjetër. Është ligji i ri për mbarimit. Se keni dëgjuar këtë. Është duke u shkruajt. Po nga çufot. Çfarë do ligji i ri për mbarimit? Nëse ti ke taksat pa paguara, shteti nuk merret më me ty. Të kalon në përmbarim. Përmbarimi të sekuestron tokën, ta nxjerr në ankancë. Që dihet se kush do e blej. Dhe o do e blesh vetë që të paguhen taksat. Pra, për 3 taksat qelpta, e gjithë toka do të dëmë në ankancë. Si çdonën mira prona shqiptarësh, kësoni këtë gjë, mira prona shqiptarësh, nga disa kompani mikrokrediti, mban mend Altin, nga kompanive që prap ky network çufosh i kishte shpikur në Shqipëri, siç ka shpik gjithë rrjetet e call centrave që po grabisin gjithë Europën, për t'i futur në burg gjithë ata që bëjnë me shumë parë, nëpërmjet call centrave janë 18.000 të rinj shqiptar, që janë të gjithë të listën e zezë të Europës, si njerëz që po janë të përfshirë në krimin organizuar, që organizojnë gjithë nga Çipro, nga çufot përkatëse, si që policia nuk i kap, se komandantët e policisë marrin përfitimin e tyre nga koncernet e lagjeve, që mos i ngasmojnë, kanë gjobën e tyre, që janë një ndatë pjesë deri lart fare, sepse kështu funksionon sistemi jonë, që gjithë kriminalizuar, që luajnë $100 milion, miliardë dollar, duke vjedhur pensionistë e Europës, të cilët të gjithë kontrollojnë nga Çipro, ku janë prap makineria çufove. Që këta njerëz, 30.000 shqiptar të rinj, që punojnë këto koncentra, ti në listë e zezë, që gjithë kjo para që po bëjnë, që bëjnë makina shrejnta e tjere se pare një në koncentra. Do të dali prej hune, se kur të hypin në aeroplan, për të shkuar pushime, do i arrestojnë ka aeroportit, dhe i kanë gjithë me listat e tyre. Sepse pjesë është popullimit Shqipërisë kriminalizimi gjithë tyre. Jep gjithë. Absolutisht. Ne jemi një kurth të madh, ky është lajm i keq, por jemi në ditë mira se Zoti ne kemi vete për këtë energji që kemi dhe që këtë përballë. Gjithë ato që po na thua, ka një mënyrë për të shpëtuar nga kjo? Absolutisht, po s'ka mbaruar me mënyrën e keqe. Do vazhdoj ta shpjegoj akoma, do ta dinë njerëzit vërtetën. E vërteta është që me ligjin e tokave bujqësore, në moment që ti refuzon ta shesësh, pra do të jemi optimist për këtë çfarë po ndodhet protestat në gjëra me gjithë shqiptarët, do besoj të kenë frym. Po këtë po shpjegoj. Në moment që ne do kuptojmë problemin, do dalin në protesta. Nuk dalin, po nuk e ditën çfarë halli kanë. Po shpjegoj halli pse do dalin protest. Roma ka frikë numrat, pa ne goditi sot. Testoj me numrat vegjël, çfarë mund të bëj? Më kupton logjikën. Ky është mesazhi im për sot. Ai ka punuar fort bashkë me partitë e vogla që të dobësohet numri protestuesve. Që ai të fillojë represionin. Po harroni kjo nuk është protestë për korrupsion. Kjo është protesta për të shpëtuar vendin se po pushtohemi. Po na pushtojnë. Na kanë pushtuar de jure, pa akoma tamam de facto. Jemi në fazën që duhet kundërreagojmë. Dhe koncepti është që me ligjin të kadastrës fiskale të detyrojnë shesësh tokën. Të fusin në gjop ke pona shtëpisë në fshat. Të fusin ca taksa, të kpusin me pse. Po ti e di shumë mirë, kur ke shtëpi në fshat, ke shtëpi në qytet apo? Sepse familjet do zbresin qytet. Aty kanë ngel pensionistët. Ndërkohë që ti ke punë edhe jashtë shtetit, ta kanë bërë ligjin që e kam deklaruar këtu, që do kontrollojnë gjithë paratë e diasporës për numrin e dytë bankar. A ke parasysh atë që është rezident atimor në Shqipëri e kontrollojnë për numrat që ka jashtë shtetit. Pse? Për të mbledhur dhëna. Edhe për atë që është rezident atimor jashtë shtetit, shqiptarët jashtë shtetit, të gjitha dhënat që kanë në Shqipëri. Është pjesë e procesit. Të zbrazjes Shqipërisë të kontrollit total. Dhe këta ç'bëjnë tani? E ke shtëpi këtu, e ke dhënë Rom. A u prisi pas këtu shtëpi aty? E ke shtëpi këtu, e ke dhënë Tiranë. A për pas këtu shtëpi aty? Të këpusin në mes të fshatit, ato kanë hallata fshatin. Pse kanë hallata fshatin? Se do të vinë çufot. Dhe unë po ju jap sot informacion. Ku janë këta çufot që si shohim?
Sipas statistikave zyrtare është atë bëhet fjalë për 30.000 çufa që do të jenë qarkullim. Ku i keni më? Nuk i shoh. Asnjë s'do shohim. Se janë këtu. Janë fshat. Çfarë bëjmë fshat? Ka thut blen. Janë 30.000 që janë tani. Janë duke brenda, duke gjetur, duke negociuar tokat më burrë. Këtë po të shpjegoj. Ku janë këta që thotë Rama ka marrë Shqipërinë? Unë nuk i shoh. As i qytet, as i vend si shoh. Ku janë këta? Ndërkohë, gjithë burimet na thonë në zonën e City Parkut, që ka me dëshmitar okular, shiko pak në jug, pyet fshatari ka shit tokat. Kush e ka bërë paletra këtyre njerëzve? Kush ka interes? Oligarkët tha ky Zagari, Agrosheaj. Arenqori, oligarkët tha, mashtrues të ndyrë, shërdatorë të ambasadës Izraelit që kanë thirrë takime dhe kanë thirrë po patjetër ku lëpirë mos jeti Rama, që ta mbledhën gjurmë, se Sali Berisha është dhe më keq se këta. Asnjë nuk flet për këtë gjë. I kanë thënë rini urt. Dhe këta që mbështira shtojnë. Ky ligj i shitjes tokës tuaj është një mashtrim i Ramës për ta shitur tokën oligarkëve. Më fal, çfarë interesi ka oligarku shqiptar? Që oligarkët janë për PD këta, se për Ramën janë zara. Çfarë interesi ka oligarku shqiptar? Të blejë 2 hektar tokë bujqësore. Ma shpjego pak. Po pse po, çfarë kemi ne burgjezi prodhuese? Ne kemi burgjezi rentiere, more. Ne kemi burgjezi ordinere, more. Çfarë burgjezi kemi ne? Ne jemi sa ignorancë janë bërë oligarkë, thonë këta. Ata kanë rënë shesin metra katror ndërtim. Ku din ata ç'është bujqësia? Bujqësia është investim afatgjat. Do të punosh 20 vjet investim që të prodhosh edhe të kesh një perspektivë bujqësore për industria agroshqimore. Ku kemi ne oligarkë tillë në Shqipëri? Ne kemi zara, sa pera kemi ne. Oligarkët tanë që bikan toka bujqësore. Jo, nuk blen oligarkët tanë toka bujqësore. U blloku ekrani. Nuk kemi oligarkë që blen toka bujqësore. Nuk kemi oligarkë. Nuk kemi oligarkë që blen toka bujqësore. Ne kemi oligarkë që shesin metra katror ndërtim, që pastrojnë paratë ndërtimit. Asnjë interes nuk kanë oligarkë shqiptar blen toka bujqësore, po Agrosheaj, Arlin Çorri, Adriatic Club, sa mashtrues sa ordiner, të Zagar, ca shabat goj të ambasadës Izraelit në Shqipëri, të cilët fshehin të vërtetën që u të mos e dini pushtimin që po na bëjnë. Janë toka vetëm për çufo, për asnjë shqiptar. Dhe ata gënjen që thonë për i bëjë oligarkët me offshore, pas ka interes. Oligarku shqiptar të blej tokë bujqësore për bujqësi. Oligarku shqiptar me metra katror ndërtim për ndërtuar resorte, si Zvërnec, për llogarit të tyre. Po çfarë Zvërneci me fjalë tjera? 10.000 apartamente, është një qytet more 10.000 apartamente. 10.000 apartamente të shtrenjta. E kuptoni sa para luan, 20 miliardë dollar për të ndërtuar e për të bërë për të futur në tregun botror. Si janë nivele shumë të lartë. E kush që kanë këta 40.000 banorë që do vinë në Shqipëri? Çfarë është kjo rreth? Ama ne dim kush janë. Çufot, ata vinë. Ata kanë plan, si tha Rama, Shqipëria, mos ta thënë ata kështu, Shqipëria shqiptarëve. Është e Zotit dhe e mikut. E kujt? E çufove. Sepse ai ka kaluar Shqipërinë në dorë të çuve, si shkvati Shqipëria në dorë të Jugosllavisë. Si shkvati Shqipëria në dorë Bashkisë Sovjetike, si shkvati dorë të Kinës, me ndryshimin e madh, që me këta nuk bëhet gallagza. Me këta nuk ose me Kinën. Aty gjeta. Këta po ngulën, këta shkuren më. Dhe ne nuk kemi tafti për bëjmë ata. Ata nuk pusin mesne, nuk kemi të zotë ne po na erdhën. Po ne ndalim tani para se më ardh si, duke që të Ramën. Ata nuk kanë plan me luftu, me armë. Ata kanë plan që Rama të obligati shitjen e Shqipërisë. Ky është projekti i tyre, është projekt paqësor. Projekti i tyre për Shqipërinë nuk është i Izraelit, me palestinizëm automatik. Projekti i tyre për Shqipërinë është që Rama të obligati. Dhe ta gjendë ta blejnë me lek, pa automatik. Pa vrasje, pa genocid. Genocid e bën vetëm me Ramën e familjes Soros, që na pastroi Shqipërinë nga lindjet, nga gjithçka dhe nga rinia, dhe nga gjithçka. Ky është problemi. Ky është diskutimi që këta zagarët e partive të vogla janë tradhëtarë në suçet e partive të mëdha, se janë zagarë, janë shabat gojmë, që s'kan kurajë, thonë vërtetë, s'u kishte bërë Shqipëri, s'u bën vetes tyre. Edhe në protestë, ta nuk janë për nuk kanë kurajë, por nuk e din avokat. A më se kam shpjeguar, ja kam shpjeguar në burrë letësh. Ja kam shpjeguar, le pyeti. Me mikrofonin ja ku i ke. Nuk e bëri me mentori antisemite ne. O çfarë antisemitizëm? Po flas po ne përzejnë. Ndërkohë këta zagarë të ambasadës Izraelit, Agrosheaj, Arlin Çorri, ky tjetri, Adriatic Club, edhe kupton Sali Berisha me Ramën, ky network, këta kanë shit Shqipërinë. Dhe këta gënjejnë që thonë që ligji është për oligarkët. Gënjejnë, mashtrojnë, nuk është për oligarkët. Ky ligj është vetëm për çufot. Është ekskluzive për çufot dhe ligji ka dhënë fiskale. Të detyron të shesësh tokën me çdo kusht. Nuk ka alternativë, nuk ka shpëtim. Sepse do të këpusin në gjoba desatikësh. Ndërkohë të vjen tjetër dhe thotë, unë e di që shpinë ka pa letra. Unë ta besoj kur kemi letra. Sa ta i premtojnë paratë, nuk kanë problem paratë. Dhe ti e kupton shqiptarin si funksionon. Unë shpinë kam që kanë pa letra, vit ma prishin një ditë apo.
Po jap tyre. Uno. Po absolutisht, ky është projekti. Këtë ju fshehin këta zagarët e partive të vogla. Dhe ju votoni partitë e vogla, se janë kundër partive të mëdha. Se kuptojnë që është një parti e vetme me shumë koka, një kuçetër me shumë koka. Një kokë quhet PS, një kokë PD, një kokë e Alinqorit, një kokë e Agroshet, një kokë e Atletikut, sa se me partive se u bajmet. Me u thot. Janë vetëm kokat e këtyre, kokat e gjarprinjve të një kuçet drejtor, që tashmë kontrollohet nga familja Soros, që siç po ju them, me atë që u lexova me Michael Granoff, që është drejtori i fondit amerikan shqiptar, me ca zagar shqiptar, i denoncuar nga një avokat me shumë integritet, miku e me Carlo Mbiemin, që i ka denoncuar për skenën e tyre të ndyrë korruptive të fondit amerikan anti-shqiptare.